Në 24 dhjetor të vitit 1971, një avion i kompanisë Lanza 508 u ngrit nga Lima, kryeqyteti i Perus, me destinacion qytetin Pachalpa. Në bord ndodheshin 92 pjesëtar dhe anëtar të ekuipazhit, mes tyre ishte edhe një vajzë 17 vjeçare, Julien Kopchke, e cila po udhtonte me dhëmën për të kaluar krishtlindjet me baban e saj. Askush nuk mund të parashikonte tragedinë që do të ndodhte gjatë pastaj. Fluturimi me aktin e jashtëzakonshëm të mbijetesës që do të kthente Julienin në një ikonë të vërtet të fuqisë njerëzore. Aksidenti ajror fatal. Fluturimi Lanza 508 ishte një udhtim i zakonshëm që lidhte dy qytete të Perus, por kushtet atmosferike të rënda i bën atë një prej tragjedive më të mëdha ajrore në historinë e vendit. Ndërsa avioni kalonte mbi xhunglën e Amazonës, e i hyrën në një stuhi të fuqishme. Turbulencat ishin të rrumshme dhe papritur një rufeku të goditi avionin, duke shkaktuar shpërbërjen e tij në ajër. Në një çast, Julien, e cila ishte ende liru me ndesën e saj, u shkëput nga avioni dhe nisi të mbinte drejt tokës nga një lartësi prej 3000 metrash. Ajo humbi ndjenjat gjatë rënjes dhe kur u zgjua, u gjeti shtrirë në mes të xhunglës së dendur. Çuditërisht, ajo kishte mbijetuar, ndoshta falënderisë së saj, e cila ndihmoi në amortizimin e goditjes dhe pemët që zbutën rënjen, por ky ishte edhe në fillimi një lufte të vërtetë për mbijetesë. Një vajzë vetme në mes të xhunglës, Julien, kishte pësuar një frakturë të klavikulës, prerje në tru dhe një shëllë të rinjtur. Ajo ishte e vetme, pa ushqim dhe me një plagë që mund të infektohej shpejt në klimën e lagës të Amazonës. Po njohurit e saj mbi natyrën dhe mbijetesa ishin avantazhi i saj i madh. Vajza e vogël e zoologëve kishte kaluar një pjesë të madhe të fëmijërisë së saj në xhunglën e Amazonës dhe dinte se duhej të ndiqte rrjedhat e ujit për të gjetur ndihmë. Ajo filloi të ecte përgjatë një përroji, duke e ditur se lumenjt shpesh të çojnë drejt vendbanimeve njerëzore. Për më shumë se një javë, ajo përballë me sfida të mëdha, temperaturat e larta, lagështia, insektet dhe mungesa ushqimit. Gjatë kësaj kohe, ajo gjeti fruta të mbrëmshme dhe përpiqej të shmangte grabiqarët. Një nga momentet më të vështira ishte kur një plagë në krahun e saj filloi të infektohej dhe u mbush me larva. Duke përdorur njohurit e saj, ajo e trajtoi plagën duke e pastruar me benzinë që gjeti në një kasolle të braktisur. Shpëtimi dhe rikuperimi. Asnjë më vitësh në xhungël. Julien gjeti një kasolle peshkatarësh. Ai shndroi aty për disa orë derisa u gjet nga disa peshkatorë vdendas, të cilët e ndihmuan të e quan në një fshat të afërt. Së fundmi ajo transportua me avion për në qytetin e Pachalpa, ku u ribashkua me babain e saj. Lajmi për mbijetesën e saj shokoi botën dhe shumë njerëz nuk mund ta besonin se si një vajzë 17 vjeçare arriti të mbijetonte në një situatë kaq ekstreme. Jeta pas tragjedisë. Pas rikuperimit të saj, Julien u transferua në Gjermani, ku vazhdoi studimet në biologji. Ajo u bë një shkencëtare e njohur dhe një eksperte në fushën e ekologjisë. Në vitin 1998, ajo kthye në Pamguana, vendi ku prindrit e saj kishin themeluar një stacion kërkimor dhe vazhdoi punën aty për mbrojtjen e biodiversitetit në Amazon. Në vitin 2011, ajo publikoi librin e saj Als ich vom Himmel fiel, ku ra shumë nga qielli, ku përshkruan në detaje historinë e mbijetesës së saj dhe sfidat që përjetoi. Historia e saj është bërë subjekt një shumë dokumentarëve dhe filmave, përfshirë dokumentarin Wings of Hope, nga regjisor legjendar Werner Herzog. Trashëgimia dhe inspirimi. Historia Julien Kopchke është një nga tregimet më frymëzuese të mbijetesës në historinë moderne. Ajo jo vetëm që sfidoi të gjitha shanset, por gjithashtu përdori përvojën e saj për të kontribuar në shkencë dhe ruajtjen e natyrës. Mbijetesa e saj mbetet një testament i fuqisë, së qëndrueshmërisë njerëzore dhe njohurisë për natyrën. Aventura e saj është një kujtesë e qartë se në situata më ekstreme, dija dhe vendosshmëria mund të bëjnë diferencë mes jetës dhe vdekjes.